Atëherë u tregoj vetëm si histori, ndoshta si shaka, po është e vërtetë. Në 2003-shin zgjedhej për bashkinë. 2003 11 vjeçën. Edhe kandidati i PD-s Avni Hoxha atëherë, me shumë dëshirë, me vrap me shumë edhe dorën. Dhe në çat herë maj me vete me ato flamurën me biçikletë me radhë. Ndërsa aktivizmi i plot ka filluar që në 2011-ën. Kanë që zgjedhë bashkiakën, kandidat që Ferdinand Xhaferi, atëherë kam qenë vëzhgues qendër votimi. 2013 pastaj kryetar qendër votimi, vazhdim kryetar grup sesioni, kryetar forumi dhe zgjedhje fundit kandidat. Ajo që kam parë të PD-ja gjithë këto vjet ka qenë kjo. E afër për të ngrit frym po, e afër të ndërtuar strategji jo. Domethënë, asnjëherë nuk kam pasur strategji të qartë mirë fill Partisë Demokratike që të bëjë fushat, që të thotë do nis nga pika A do përfundoj te pika Z. Asnjëherë, të gjitha rastet ka qenë improvizim momenti. Që në 2014 deri më sot jam pjesë e kryesisë PD-s Dega Durrës, që zgjedhë fundit kandidat. Pra jam i brendshëm dhe i kam pa në detaje. Një ndër themelet se ne pse kemi humbur. Shohim dhe mendsinë që ne kemi sot, ne themi vallë Rama zgjedhë. Po. Dim ç'a bën Rama. Për ne 2 vjet themi i vjedh Rama, pastaj futëm një muj në fushat, themi do mundim, pastaj humbi themi i vodhi prap. Kjo është që ti nuk e din fare se ku shkon. Rri një linjë, ose i vjedh ose do mund. Nuk mund të shesh ti opinionin publik 2 vjet që e mund, pastaj që i vjedh zgjedhje, pastaj muajin e fundit thua mund. Dhe kjo dhe mungesë besimi pastaj. Në 30 vjet ne 2 herë nuk kemi gjuhë vjedhje zgjedhje. 2005-ën kur ndryshoi pushtetin, 2013. Vetëm në ato 2 raste s'kemi kontestim zgjedhje. Të gjitha rastet e tjera kemi kontestim. Kjo rrugë nuk mund shkojmë pafund kështu. Duhet një rrugë që kjo histori të ndahet. Dhe unë jam i bindur që me të gjithë mekanizmet që përdor Rama, bashkimi qytetar mund atë. Por do të gjetë rruga se si ti bashkosh gjithë qytetarët. Mungesa një organizimi, një strategji sjell këto fenomene që ka praktikë e lënë. Pse? Ti as nuk vlerëson kontribuesit real, sepse ti nuk e din kush janë. Sepse ti asnjëherë nuk bën një analizë, dakord humbëm zgjedhje, por në këto zgjedhje që humbëm, kishim ca fitues. Kush janë këto fitues? Hajde ti promovojmë ta. Në mënyrë që dhe tjerë të përpiqen të bëhen si këta fitues. Ne marrim një palë zgjedhje dhe çdo gjë fillon prapë nga fillimi. S'ka absolutisht asnjë lloj analize. Ne po nuk promovojmë fituesin, asnjëherë nuk mund t'i afrojmë njerëzit që bashkohen dhe nesh. Nuk pretendojmë për të fituar, garantojmë pozicionin e tyre si parë të opozitës. Kështu e shohim dhe nuk ka sens tjetër ndryshe. Tani, ne marrum zgjedhjet e 11 majit, kemi 33 pafund që morën vota surprizë. Nuk kishim ne, s'kemi pas asnjëherë pushtet, as benefite, as s'kemi bën erë, as ofiqe, as gjë. Dhe morën vota pafund. Pse morën këto vota? Kjo tregoj që qytetarët shqiptar duan një farë ndryshimi, duan një fytyrë tre Partisë Demokratike. Duan 33 që të jenë aty në pozicion drejtuese. Këtë të tregun qytetarët që janë sovrani i këtij vendi. Çfarë bëm ne? Të gjithë to i lanë në hije, të gjithë kandidatët, të gjithë Shqipërisë, pa përjashtim, që morën vota masivisht, përjashto ato 6 kandidatë që dolën deputet, pjesa tjetër të gjithë në hije, absolutisht asnjë lloj pozicioni në strukturën drejtuese të PD-s. Rreth 5.000 vota në rang qarku. Nivel dege i futëm të mod votuari. Ja, një ndër rastet jam unë. Unë aderoj të PD-ja, i persekutuam, i kam kalu gjitha shkallën e Partisë Demokratike, nga vëzhgues qendër votimi, siç ju thash përpara, deri tek drejtuesi i lartë, dhe në fund në zgjedhjet e fundit Partia Demokratike nuk pati vend në fund listat hapur, janë futur nëpërmjet listës së Partisë Agrare Ambientaliste. Zoti Duka më dha një shans që partia ime nuk ma dha. Dhe në siglën Zoti Duka dhe bashkëpunimin e tyre unë futëm te njerëzit më të votuar në Durrës. Po të ishte të PD-im, kush do ishte rezultati? Dhe kjo është që shkatron fushatën. Ti po nuk promovove njerëzit që lindin nga baza dhe i kalon shkallën një nga një, këtë do promovesh. Dhe i morën nga rruga dhe ti bosh deputet. Kështu nuk mund të vënë njerëz të tjerë që vazhdojnë punojnë. Se shohin historikun e ndrezët, tjetër i thonë ta lejmë këtë punë se me këta bëj punë sa dush nuk ke sukses. Një ndër problemet themelore që ka forca jonë.
asnjëherë nuk e dim se nga vinë kandidatët. Unë e shoh më shumë si mendësi baraktarizmi, domethënë është fenomen që është pak a shumë gjitha ne në Shqipëri, që një person që ose ulet me i karrike e konsideron si të veten deri në vdekje. Edhe kjo mos më thon deri atëherë, po kërkon ta trashëgoj atë. Dhe kjo është mendësia që ne na lën këtu. Domethënë, pa fuqia për të fituar është, po në krahun tjetër është fuqia që unë ta maj këtë karrike, se kjo është e imja. Dhe një ditë do ndodhi gjë e bukur që nuk e di, ndërkombëtarët apo alienët do vinë të rrezojnë Ramën. Edhe unë do fitoj. Në tillë mendësi e mandë në situatë, nga si çdo tjetër. Mesazhi është i qartë, ajo që ne themi është e drejtë dhe qëndron. Dhe ajo që ne themi dhe problemi që ne ngrejmë kanë pëlqimin dhe mbështetjen e bazës. Baza është me ato probleme që ne ngrejmë dhe shfaqim. Dhe ato na japin mbështetje hap pas hapi. Po ti shoh gjitha degët dhe në Gjerkastra, po takim shumë i mirë, një ndër degët më të vështira PD-s në Shqipëri, Korç absolutisht që po Elbasani shumë i mirë, Durrësi shumë i mirë, dhe Lezhë ishte perë fare, pse Pallati i Kulturës plot ishin rreth 700 veta pjesë e takimit, që nuk është lehtë të mbledhësh 700 veta, ndërkohë që ne që jemi organizatorë të kësaj pune ose promovues të problemeve që ka PD-ja, nuk është se kemi pas ndonjëherë pushtet, gjithmonë në opozitë kemi qenë. Do thonë ne marrim mend veten, vetëm humbës të PD-ja. Domethënë fushata 9 është mbyll si vjet, dhe të 9 fushatës unë kam marrë pjesë tek Partia Demokratike, të 9 jam humbur. Imagjinoni si çfarë kushësh mund ke mund që të josh njerëz që ta ndjekin këtë, absolutisht asnjë lloj kushi. Po, vërtetën e kemi ne me vete. Dhe vërteta është kjo që themi, Partia Demokratike ka nevojë për ndryshim ekzistencial. Në themel, që të thotë duhet filloj nga leadershipi, duhet promovon figurat e re dhe djemt e vajzat që janë votuar nga qytetarët e këtij vendi. Aty duhet filloj ndryshimi. Çfarë ndryshimi bëjmë ne me Ramën? Forca jo politiku ku ndryshon me Ramën, se Rama çdo ministër, tash i ka zëvendësuar ministri i ka para rreth me radh, Rama nuk marr përgjegjësi. Thotë përgjegjësi individuale, Rama gjithmonë i pafajshëm. Dhe leadershipi i PD-s, çfarë do që të ndodhi, leadershipi është i pafajshëm. Ne tjerët pastaj na ka sjellë Rama. Po si mund ta blesh ti gjakun e 4 brezave që mund të Partia Demokratike? Si mund ma blej Rama? Me çfarë çmimi mund të shitë mund të Rama, që do hedh 4 breza poshtë? Tajti ta gjen, a ka çmim që e blen në këtë dynja këtë gjë? Nuk ka. Ata thonë jeni shit. Të hedhësh balt, tregon që jo të reflektosh, po shkon për herë më thellë në batak. Të them të drejtën janë bërë qasharak me këto historinë e mesazheve. Nuk ose i vlerëson njëri më punën e mesazheve. Ti je më shumë përcjell tek njëri tjetër shiko çfarë merret në formë shakaje. Domethënë kjo që po bëjnë është qasharake dhe asnjë gjë më shumë. Dhe ndikimin e ka zero. Siç e kanë treguar dhe sallat që ndikimi është zero. Nuk mund të mbush dot sallat njëri përveç së Partisë Demokratike. Antarët e Partisë Demokratike, themeli i saj, sa ato janë pronarë të kësaj pune. Dhe ato i kanë mbush ato salla. Dhe ti je i bindur që nuk i bën të dy palët bashkë, dhe socialist demokrat në jetën sallë. Është e pamundur. Që gjithmonë janë antarë që këto njohin. Se në analizën që u bën në degën e Durrësit, kryetari i partisë thotë janë 350 antarë aktiv në zgjedhjet e 11 majit, kaq ka pas Partia Demokratike aktiv, ndërkohë që komisioner ka lënë më shumë se 2000, 350 antarë aktiv, po komisioner kush ne i pas sjell? Edi Rama ne ka sjell komisioner? Kur ti thu 350 antarë aktiv të thosin pjesën tjetër ne ka sjell Rama. Prandaj kjo me thënë drejtën tash nuk po din as çfarë të bën më. Po kërkojnë ta marrin peng me çdo lloj kushi, por halli është një gjë që s'është e jote se marr dot peng. Partia Demokratike është aset kombëtar, është i demokratëve, por është dhe i gjithë shqiptarëve. Se është faktori më i madh opozitar në vend. Prandaj nuk është pranë askujt. Ja, është perceptimi i gabuar. Se Berisha lider historik i kësaj force, absolutisht ka peshën e vet të padiskutueshme te kjo forcë.
por edhe ai pjesë e është pjesë e kësaj force. Domethënë, është Sali Berisha i Partisë Demokratike, jo Partia Demokratike e Sali Berishës. Tu duhet ndarë gjërat, pavarësisht se në 35 vjet ka qenë aktor dhe faktor kyç në Partinë Demokratike dhe drejtuesi i saj. Por kaq, është Sali Berisha i Partisë Demokratike, jo Partia Demokratike e Sali Berishës. Një ndër pasuritë e mëdha që ka Partia Demokratike janë to militant, që realisht nuk ka asnjë lloj force tjetër politike. Dhe këto absolutisht kanë vendin e tyre të paqëmueshëm të PD-ja, por janë këto militantë që po na ndihmojnë ne në organizimin e këtyre takimeve. Janë to që duan Partitë Demokratike fituese. Nuk është se pjesa tjetër që ndoshta e kanë në prizmin e interesit të afat shkurtër, drejt ta them nuk mos e merren. Militanti është ai besniku i Partisë Demokratike që edhe po realisht po na ndihmon me organizimin e tyre. Tash janë të ndamë, dikush mendon se kemi gabim, dikush mendon se kemi drejt, tjetër histori ajo. Por shumica tregon se ne kemi drejt. Dhe në demokraci shumica fiton gjithmonë. Nuk e shoh dhe kaq terrë situatën. Doktori ka treguar se ditë hapi krah, por absolutisht që ne duhet të demonstrojmë ose rruga ta bindi që ai duhet të gjejë një zgjidhje. Domethënë doktori nuk futet ato njerëz që nguli kohën dhe tash na të marrën. Vjen me një moment që e pret timonin rrugës. Vetëm një ka Shqipëri autokrat, Rama. Tjetër njëri nuk ka ky vend. E keqja më e madhe e këtij vendi është fjalorish i gjuhës shqipe nuk e ka termin vetë përjashtim. Ta janë terma që pastaj ne i krijojmë rrugës. Një ndër problemet e pafundme të PD-s është dhe kjo që është i keq informuar ose disinformuar. Edhe kjo sjell shkak pasojë pastaj që të bëj armiq gjithë. Ne po të jesh pjesë e brendshme analizave, do dëgjosh analizë duke bërë armiq edhe antarët. Që vetëm antarë nuk kanë se si tjenë armiqë Partisë Demokratike. Po ti ngjosh është antarë e ka fajnë për gjendjen që jemi. Siç si u thash më pak përpara, kryetari Devi sot kanë pas 350 antarën aktiv, e ka në ato fajnë për humbjen. Si ka logjikë kjo punë? Kjo është fal për shprehje është ignorancë. Edhe kjo është vazhda probleme që edhe ne Ervinisit ose unë e tjerë etiketohemi sigur kështu. Është disinformim që edhe pasaj fillojnë e ushenat muhabet dhe vazhdojnë i rrinë me kokëforsi deri në fund. Por në një moment do ketë pikëthesë kjo histori. Jo më besim plot të kjo. Në qoftë se kjo histori ndalet, unë i pari do t'i nga ky vend, nuk ka vlen më të jetoj më në këtë vend, sepse realisht do kthehemi në një autokraci pasgjishme. Pra në kjo histori nuk ndalet, domethënë në asnjë lloj situate nuk ndalet. Nuk mund ta përcaktojmë me ditë sa do zgjasi, por le zgjasë sa do është që histori nuk na lën. Ne kemi dhënë vite jetë kësaj force politike, vite jetë, as si gjë tjetër mos llogarisim, vetëm vite jetë dhe energji. Kemi humbë ditë dhe energji pafund në këtë forcë politike. Gjithë ky investim i bërë nga ne dhe nga qindra mijëra të tjerë në Shqipëri absolutisht nuk do shkojnë kosh. Po u tërhoqem ne është praktikisht gjithë mundi jon të shkojnë kosh edhe qindra mijëra demokratë të tjerë që kanë marrë këtë forcë politike në ditët veta më të vështira. Takimet tregojnë qartë frymën dhe besimin, entuziazmin dhe besimin që kanë te kjo gjë që po ndodh. Është entuziazmi që ata tregojnë, ata tregojnë qartë se sa optimist janë tek një parti demokratike ndryshe do sjell shumë shpejt dhe në një Shqipëri ndryshe, që do thotë Rama së më në pushtet. Gjithçka që ato presin dhe besojnë është kjo, ndryshoj PD-ja, hiku Rama.